Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërë vëllezër, kemi arrit në sirën e pejgamberit alayhi salatu wassalam në vitin e 10 të pejgamberisë ose të shpalljes, që në kupton rreth 3 vjet para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kemi përmend më herët se në shoqërinë e Mekës nuk ka ekzistuar një autoritet ose një pushtet qendror që i ka mbrojt njerëzit dhe i ka trajtuar ata të barabartë të gjithë. Po siguria e njerëzve është varë shumë nga fisi i tyre, është varë shumë nga pozita e familjes së tyre, dhe është varë shumë nga personi dhe fuqia e tij, atij personit i cili ka marrë në mbrojtje atë. Ebu Talibi, o vëllezër, që ishte prisje Benu Hashim i fisit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte si një mur mbrojtës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj Kurajshët mundishin me e përgënjeshtru pejgamberin alaihi salatu wasallam, mundishin edhe mu tallë me të, mundishin edhe me e shoh dhe me ofendu atë, ama para se me sulmu konkret, me hapa konkrete, o desh pejgamberin alaihi salatu wasallam duhet të mendojnë mirë dhe ta masin mirë reagimin e Ebu Talibit, për arsye të pozitës që i kishte ai në shoqëni. Po gjithashtu duhet ta matin mirë edhe çështjen e familjes ose fisit Benu Hashim. Edhe kur vdes Ebu Talibi, ku i libër në shoqërinë e Mekës, domethënë prishet, dhe shtohet guzimi i Kurajshëve për me sulmu dhe ashpërsohen sulmet e tyre ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam veçanti, po edhe ndaj islamit dhe muslimanëve përgjithësi. Andaj për këtë periudhë është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma nalet minni Qurayshun shay'an akrahu hatta mata Abu Talib." Thot nuk ka ndodhur që Qurayshët më kanë bërë diçka që unë urrej shumë, që nuk muna me përballu, vetëse pas vdekjes së Abu Talibit. Transmetimi është i dobët, mirë ka të shumta rrugë, andaj dikush për ulemave llogarit si argument të pranueshëm. Po të thajme si fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe pse ulemat më pas këtë kanë dëshmuar në shumë raste se me të vërtetë domethënë janë ashpërsu sulmet e mushrikëve ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam veçanti pas vdekjes së Abu Talibit. Bile kemi përmend që dikush për ulemave ka përmend se shumica e atyre sulmeve të rënda, të ashpra që ishin domethënë me hapa konkrete, furrja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, domethënë hudhja e plancit të devës, edhe hapat e tjera kanë ndodhur pas vdekjes së Abu Talibit. Tamam, andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith nuk po thotë që nuk më kanë urrejt, ose nuk më kanë sulmu, ose nuk më kanë ofendu derisa ka vdek. Jo, po thotë nuk kanë ndodhur që me marr ato në një hap që unë kam urrejt atë, se unë kam përballu vetëm pas vdekjes së Abu Talibit, që nuk kupton kjo se Kurajshët edhe më herët pejgamberin alayhi salatu wasalam domethënë e kanë kundërshtuar, domethënë janë mundu me e sulmu, me u tallë me të, me akuzu atë, me torturu ata. Mirë po, pas vdekjes së Abu Talibit, domethënë ky sulmi dhe kjo egërësirë e tyre, këto domethënë këto hapa të këqija, këto sulme dhe këto maltretime janë shndërruar në një nivel këtë tjetër dhe një shkallë këtë tjetër. Andaj tashmë vetëm se Kurajshët fillojnë dhe ta sulmojnë pejgamberin alayhi salatu wasallam drejt për së drejti. Dhe fillojnë mi thonë disa fjalë që nuk i kanë thonë më herët kur ka qenë gjallë Abu Talib. Dhe fillojnë mi marr disa hapa dhe veprime që nuk i kanë bërë më herët. Qëllimi i Kurajshitëve vëllezër nuk ishte që thjesht veç ta sulmojnë edhe ta thënë pejgamberin alayhi salatu wasalam moralisht ose shpirtnisht. Po qëllimi i tyre ka qenë që ta thënë para syve të njerëzve. Domethënë nuk kanë dashur se thjesht me sulmu dhe me maltretu pejgamberin alayhi salatu wasalam, por kanë dashur diçka edhe më shumë se sa kjo. Kanë dashur që njerëzit ta shohin si po e fyjnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, si po e poshtrojnë, si po e nënçmojnë, si po vepron një person që më nuk ka mbrojtje për njerëzve. Bile ata kanë mendu dhe kanë dashur që çto ta shohin se qysh po ja bojnë në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po nënçmojnë apo po shtossojnë në synën e tyre,
Domethënë kjo ka më ndikuar pastaj tek tjerë që mos më pranu Islamin nga frika që mos ju ndodh aty nga dhe ajo që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është metodë e vjetër e armiqve të hakut, të vërtetës të Islamit. Domethënë kur nuk munden me rrëzu argumentin, shkojnë ndalen tek personat e barsët e atij argumenti ose asaj thirrje. Kur nuk munden me dëshmu se mesazhi është i gabuar, ato përpjekën pasaj thirrsen ose barsin e atij mesazhit me paraqit si dopt, parancishëm ose të braktistë. Andaj sulmet e Kurajshëve përmendën që është përsun shumë, ama misioni i pejgamberit alayhis salatu wasalam nuk u harrua dhe nuk u nal. Do thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam vazhdoi të thret në fenë Allah subhanahu wa taala, sepse kemi përmend nga njëherë Allah azza wa jalla ta mshelin një derë, jo se thjesht Allah do që ti të nalesh, po Allah do që ti të atrokitesh ose të hapet një derë tjetër që ndoshta është më e madhe se sa ajo në të cilën ke qenë. Andaj besimtari momentet që i hapet një derë, veç ja bën pyetjen vetes vet, a thu vallë çfarë dera është të mçel Allah azza wa jalla. Ose ja bën pyetje vetes, a thu vallë cila është përgjegjësia jeme e radhë. Ose çka është ajo që hapi tjetër i radhës që ka më kënaqë Allahun subhanahu wa taala, sepse domethënë ky mision nuk ndonë deri në frymën e fundit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam vëllazër nuk u dal duke prit që dera të hapet vetë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të kërkon një derë tjetër. Ta kërkon një qytet tjetër, të kërkon disa njerëz tjerë dhe një mundësi tjetër. Dhe dera e madhe e para që e trokiti pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte qyteti i Taifit. Mirë, po para se me përmend udhëtimin dhe detajet e Taifit, para udhëtimit të Taifit dhe pas vdekjes së Hatixhes radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam martohet me Sauda bintu Zam'a. Sauda bintu Zam'a radhiyallahu anha, nana prej nanave të besimtarëve. Saudan radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e marton me një propozim të Khawla bintu Hakim, që ka qenë gruaja e Uthman ibn Mad'unit radhiyallahu anhu. Kjo e propozon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta marton në këtë periudhë Saudan radhiyallahu anha. Pse? Për arsye se me Hatixhen radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 6 evlat. 2 djemë dhe 4 vajza. 2 djemt i vdesin duke qenë gjallë edhe Hatixha radhiyallahu anha, mi po vajzat e kishte gjallë. Dhe tash me vdekjen e nanës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i angazhuar me davet me thirrje. Në shtëpinë e vet, domethënë e kishte një shtëpi që kishte nevojë për kujdes, për një anvise dhe kishte nevojë për që vajzat e tij me pas edhe një kujdestar. Andaj Khawla radhiyallahu anha ja propozon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Sauda. Sauda radhiyallahu anha vëllazër ka qenë prej të parave që ka pranuar Islamin. Prej të parave që ka pranuar Islamin dhe ka qenë prej atyre që ka bërë hijret në Abisinin, Habashe, bashkë me burrin e saj Sekranin. Domethënë burrin e parë që ka pas, por arsye se ka qenë e martuar. Bile Sekranin, domethënë radhiyallahu anhu, pas si kthehet në Mekë prej hijretit në Habashe, në Abisini, ndron jetë në Mekë dhe kështu që ajo më mbetet vejush. Dhe mbetet pa mbrojtje. Sauda radhiyallahu anha, ndërsa ne kena përmend sulmet e mushrikëve me kazve kanë qenë të ashpra ndaj burrave, mos flasim edhe ndaj grave. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllazër me martesë që e ka pasur në këtë periudhë dhe në këtë fazë të sirrës pejgamberit alayhis salatu wasallam me Saudan, domethënë e ka pasur për disa urtësi. Ulemat i kanë përmend disa, unë do të mjaftohem vetëm me 3. E para prej urtësive ka qenë lehtësimi i barës familjare pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ne përmendëm se pas vdekjes së Hatixhes, domethënë betën disa vajza në shtëpi që kishin nevojë për një grua e cila do të kujdesej për ta, në veçanti, domethënë një grua e cila ishte me përvojë. Nësa Sauda radhiyallahu anha për arsye të moshës kishte edhe pjekuri, kishte edhe urtësi, por kishte edhe aftësi për me menaxhu familjen ose shtëpinë pejgamberit. E dyta, arsyeja pse është martuar pejgamberi alayhis salatu wasallam me Saudan ka qenë kujdesi për një vejushe besimtare. Domethënë tash po mbetet Sauda radhiyallahu anha, nevoja ishte shumë e madhe që ajo me pas një krah prej gjenisë mashkullore e kishte pejgamberin alayhis salatu wasallam, andaj pat nevojë për arsye se më kishte mbet pa burr. Dhe e treta për arsye është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo tregon vëllazër, martesa me Saudan tregon se martesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë me motiv personal ose ebsharak. Për arsye se pejgamberi alayhis salatu wasallam
e ka martu Saudën, e cila ishte shtyme në moshë dhe ishte vejushe. A pejgamberi alayhis salatu natyrisht ose si zgjedhje primare nuk ishte qenë kështu, nëse i shkon si motiv domethënë çështja e psharrake. Po thjesht pejgamberi alayhis salatu ka dashur me rahatu një të vejë e cila ka më të paburr, po njëkohësisht edhe me kanë me përvojë e urtë. Ka qenë edhe humoriste Sauda radhiyallahu anha, që ta përmendim disa momente dhe disa pjesë të sirrës së pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ka edhe disa arsye tjera ose urtësi tjera, nuk do të zgjerohem më shumë. Po pastaj pejgamberi alayhis salatu wasallam vëllazër detyrohet kërkon thamë në trokit një derë tjetër e madhe që ishte dera e Taifit. Udhëtimi i Taif nuk ishte ikje nga misioni, po ishte thjesht me gjetë një hapësirë tjetër për mision të ri. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam me udhëtimin në Taif nuk ishte duke kërkuar një klimë më të mirë, edhe pse kishte klimën e mirë. Taifi përkundër Mekës, që ishte poshtë, kjo kishte në lartësi sikur sa do përmendim, domethënë është 1900 metra lartësi mbijetare Taifi. Është lart. Dhe është afër Mekës, sikur se do të përmendim. Domethënë kur kjo përzgjedhje pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk ka qenë për me ratu veten ose me gjetë një klimë tjetër, por nuk ka qenë edhe me gjetë një qytet ku kanë me ndëru këta personalisht pejgamberin alayhis salatu wasallam, pasi që në Mekë se gjete këta, tash shkojë ta lipi diku tjetër. Jo, thjesht ka për me lip një vend tjetër ku ka me përcjell mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo zgjedhje e pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk ishte as pak e rastësishme. Do thon pejgamberi alayhis salatu wasallam, sikur se e dim, ka qenë largpamës i urtë dhe çdo hap që ka marrë ka studiuar mirë, e ka analizuar mirë dhe prej hapave më të rëndësishme ka qenë edhe udhëtimi në Taif. Në veçantë në këtë periudhë shumë të vështirë që ka qenë me ne pas vdekjes ose ndarjes nga Hatixha radhiyallahu anha dhe Abu Talibi. Andaj ulemai kanë përmend disa prej arsyeve pse pejgamberi alayhis salatu wasallam po e zgjedh Taifin, që këtë qytet që ka qenë prej qyteteve më të dalluar nga dishun arabik pas Mekës, normal. I ka pas disa veçori. Andaj rastësisht ka qenë edhe përzgjedhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para prej veçorive që i ka pas, Taifi është konsideruar vëllezër si qyteti i dytë më i rëndësishëm nga dishun arabik. Nuk është ashtu. Po atëherë është konsideruar kështu. Mbile ka qenë domethënë qendër për arsye të popullatës, domethënë ka qenë e dendur, po edhe për arsye tjera që kanë qenë në veçantë tregtare, po edhe tjera. Ka pas një pozitë lartë vëllezër në zemrën e arabëve, derisa është përmendur edhe në Kur'an. Do të thonë kur mushrikët kanë dashur të mutall me pejgamberin alayhis salatu wasallam dhe mos më pranu mesazhin, kanë thonë waqalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Surën Zukhruf. Thonë u ka dashur që Kur'ani me zrip donjanit për njerëzve të mëdhoj të dy qyteteve. Cilën është për qëllim dy qyteteve, domthonë Mekës ose Taifit. Në Mekë ka pas për qëllim dikant që ka pas peshë sipas atyne, njëri i madh. Domthonë që ka pas parë, po ka pas depozit, ose në Mekë ose në Taif, ama ku shkoi bashkë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse ajetën tjetër pastaj Allahu thotë se kjo është në dorë të Allahut, nuk është në dorën e juve. Ka dhënë Allahu azza wa jalla zgjedh. Mirë, kanë përmend Qaryatayn azim. Domthonë dy qytete kanë krahasuar. Nuk kanë thonë qytetet dhe doni katon ose doni. Jo, po me Mekën e kanë krahasuar dhe Taifin. E dyta, për arsye se në Taif ka jetuar një fis që ka quajt fisi Thaqif, që ka qenë për fisë më të fuqishme arabe. Fisi Thaqif. Andaj a kanë e qartë se nëse pejgamberi alayhis salatu wasallam po lip tash një opsion tjetër jashtë Mekës dhe jashtë Kurajshëve, gjithsesi se çdo opsion tjetër Kurajshitët që ishin të fortë, të fuqishëm, kanë me luftu ata. Andaj është dash pejgamberi alayhis salatu wasallam këtë tjetër opsion me pas opsion të fuqishëm. Andaj rastësisht ka zgjedh Taifin, në cilin ka qenë fisi Thaqif. Apo Taifi ka qenë fortifikuar, ama dhe ky fis ka qenë jashtëzakonisht i fuqishëm. Andaj rastësisht ka qenë prej fisëve të vetme, domethënë që ka vazhduar dhe i ka rezistuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pas lirimit të Mekës. Domethënë edhe pas lirimit të Mekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hasur në rezistencë ndaj këtij fisi, domethënë s'ka mujt bële edhe me çliru derisa ato vet janë dorëzuar. Domethënë hemen në muj, nëse diçka dit pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka rrethëkuar, nuk ka mujt me i, se janë të fortë. Dhe pozitën e kanë pas nal, derisa ato pastaj vet janë dorëzuar dhe e kanë pranuar Islamin. Do të kanë qenë
fes i fortë, andaj rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zgjedhur, sepse nëse e kish pranuar takifi, atëherë Davidi kish më forcu shumë. Nëse e kish pranuar Islamin, thirrjen e pejgamberit alayhis salatu wasallam, ose spaku, edhe nëse se kish pranuar, boll ta kish marrë mbrojtje pejgamberin alayhis salatu, kish fituar shumë Davidi. Domethënë kish fituar Davidi një hapësirë të re, kish fituar një mbështetje të re, edhe një mundësi të re për me përcjell mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. E treta që është edhe kjo interesant, është se mes Mekës edhe Taifit ka ekzistuar një lloj konkurrencë të madhe në aspektin fetar. Tash Mekja ka pas Qabën, po I ka pas edhe disa idhuj tjerë, a me ka pas për idhujve më të mëdhenj, ka pas idhullin Hubel. E kemi përmendur këtë, nëse ju kujtohet, moti. Do thonë Mekja e ka pas shumë idhuj, po njënën më të veçantë ka pas Hubelin. Desa Taifi e ka pas një idhull tjetër që kanë shumë I madh dhe I njohur tek arabët, bile janë betuar shumë në ta. Bile edhe disa prej Mekasve janë betuar në këtë idhullin, emrin e këtij idhulli, që ka pas emrin Lati. Do thonë idhulli Lat ka qenë Taif. Andaj kanë pas një lloj konkurrence në aspektin fetar. Nëse kish pranuar Takifi, atë mënyrë kish pas e përsi kundrejt Mekasve, apo se po e pranon një thirrje që është thirrje vërtet. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam jo rastësisht ka pasur opsion të përshtatshëm. E katërta, Taifi ka qenë afër Mekës. Tash kur themi afër Mekës, do të thonë parafisisht 90 ose 100 kilometra I ka larg Mekës. Varësisht rrugës që e nis ose e ndjek. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka dashur shumë të largohet prej Mekës, sepse ka qenë domethënë destinacioni I parë ose I parë që ka nis Davetin, po edhe nuk ka dashur shumë të largohet, domethënë prej Mekës, po edhe në njëjtën kohë domethënë afërsia ka qenë shumë më e pritshme ose më e realizueshme udhëtimi së parasia të afërsisë që ka pas Taifi. E pesta vëllazër, Taifi është e rëndësishme ose kishte rëndësi të madhe edhe për banorët e Mekës. Çfarë aspekti? Po pasunikët e Mekës, një pjesë e madhe të tyre kanë pas toka dhe kanë pas, domethënë, prona në Taif. Do një pjesë e madhe e Mekasve, pasunikëve të Mekës, kanë pas sikurse villa, më thonë, ose prona ose toka në Taif. Andaj tash, në veçantë, domethënë, familja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ato prej fisëve të mëdha që kanë qenë Banu Abdul Shams, Banu Makhzum. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam kur e ka zgjedhur Taifin, domethënë nuk ka kanë studiuar më mirë, sepse nëse kish pranuar tash Taifi ose banorët e Taifit, çfarë I shkon I fallë goditje edhe për Mekën në aspektin ekonomik. Andaj besimtari vëllazër, këto ishin disa prej ursive ose prej arsyeve pse pejgamberi alayhis salatu wasalam ka përzgjedhur Taifin si vend të dytë pas Mekës. Mi për këto është më rëndësi me ditë diçka. Po tregojmë për çfarë arsye këta. Po tregojmë që pejgamberi alayhis salatu kur ka marrë një hap, ka marrë shkaqet e sebepet. Nuk është nis vetëm thonë unë po nis ku të mri. Son një pejgamberi Allahut, thirrja që e kam hakosh, unë kam nis, jo. E ka marrë çdo hap e ka marrë, domethënë mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal e ka marrë me atë që ka pas takat, pastaj pjesën tjetër e ka dorë të Allahut. Sikur se është ndodhur edhe në Taif, sikur se kena më shpjeguar, nuk e ka pranuar kurkush. E kanë refuzuar. A është dështim kjo? Nuk është dështim. Do thonë besimtari nuk është I ngarkuar me vëllezër që çdo hap të tij ose çdo përpjekje e tij me pas rezultatin që dëshiron. Jo, ti dush me bën ata që të ka urdhëruar Allahu azza wajel, me sinqeritet, me përkushtim, do me këshirën me kanë lejuar, me kanë domethënë me menduar mirë. Pastaj edhe pse është e drejtë domethënë mund të ndonjëherë mos mi pas rezultatet e menjëhershme. Domethënë rezultatet e menjëhershme, ama kjo nuk do të thonë që rruga është e gabuar. Pejgamberi alayhis salatu wasalam vëllazër do të më përmend edhe këtë, kur është nisë në Mekë, nuk është nisë në Taif, nuk është nisë nga një Mekë në cilën domethënë ka pas një periudhë fitore, ose nuk është nisë prej Mekës me ushtri, ose nuk është nisë prej Mekës domethënë me një delegacion apo nuk është nisë prej Mekës masi që Mekja e kishte pranuar. Po ka nisë pas një periudhe shumë të rëndë në Mekë. Domethënë kishte vujt shumë, ishte torturuar shumë, kishte përjetuar bojkotin 3 vjeçar. Vdekja Hatixhes radhiyallahu anha, vdekja Abu Talibit, domethënë rritja ose ashpërsia e dhunës edhe maltretimeve nga ana e Mekasve, domethënë që këtë periudhë ka është nisë në Taif. Andaj kur shkojnë Taif vëllezër ka qenë muaj Shawal.
i vitit 10 të pejgamberisë ose të shpalljes, ose parafësisht i vjen muji maj ose qershor, viti 619, sipas kalendarit diellor, që në kupton ka qenë nxehtë. Edhe ka qenë rrugtim i mundimshëm, sepse 100 kilometra në kam nuk është pak, s'mundesh për një ditë. Domethënë duhen disa ditë, po edhe veçanti pejgamberi alayhis salatu wasallam ja vlen këtu me përmend që është nisë në kam. Domethënë është nisë trupin e lodh për arsye të bojkotit, po pastaj edhe për arsye të sprova që i ka pas bojkotit, po në njëjtën kohë edhe nga jashtë si trup, edhe në përmrena ka qenë i plagos pejgamberi alayhis salatu wasallam i lodh ose i dëshpum. Mi po është nisë në kam. A ka pas mundësi me marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doni deve, doni kali? Ka pas mundësi. Po pse se ka marrë? Thonë ulemaja nuk ka marrë doni kali ose doni deve, në veçantë deve, për udhtim që më lehtësu udhtimi për në Taif, për arsye se e kishte tërheq vëmendjen e mushrikëve. Do të tash nëse mushrikët e shohin se po niset pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e mbet devën me veti, ti që është duke u nis dikun. Dhe tash e shohin nëse është nis Taif, këto përpara kishin çudhëni person me thonë që ka tu ardhur dikush që kam mos e pranoni. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam nuk dështi me tërheq vëmendjen këtë aspekt, andaj është nisën kam. Po shtoj kësaj se me vete ka pas Zeid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Edhe kjo për të njëjtën arsye e ka marrë Zeidin e nuk ka marrë dikant tjetër. Për shembull, pse nuk e ka marrë Hamza ose Omer radhiyallahu anhu, që i kishin dalë në krah. Nëse dikush e kishte sulmu, Hamza është i fortë, Omer radhiyallahu është i fortë. Edhe nëse në çato momente asis kishin guzuar shumë me baball ose me sulmu ashpër, sikurse edhe ka menduar. Po pse pas Zeid ibn Haritha? Sepse Zeid ibn Haritha vëllazër, ju e dini, ose kemi përmend, ka qenë i birsumi, e ka adoptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe Mekasit në ato momente para se më ardh ndalesa, domethënë që nuk guxon njëri më u thirr në emrin e dikujt përveç se në emrin e babës vet, që ka të real, është thit Zeid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Derisa ka ndalesa. Andaj nuk është e çuditshme njëri pse niset me djalën e vet, apo. Edhe nuk ka qenë diçka që e ka tërheq vëmendjen e mushrikëve, andaj edhe kjo është pjesë e asaj që e përmendëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo hap e ka menuar mirë. Domethënë ka menuar me kanë me pas shoqërues, po e ka menuar edhe me çka munis dhe ka menuar detaje tjera sikur se u përmend. Andaj vëllazër po kthehemi dhe po themi që udhtimi mes Mekës edhe Taifit nuk ka qenë një udhtim si shëtitje, po ka qenë udhtim i lodhshëm, shkretin kam vet për një vendit që i praktist i përjashtuar, domethënë i të shkuar në një vend tjetër që nuk e di çka ka me të prit, po parafërsisht e di se ti dush me çu mesazhin vën, ama sigurt ose për afërt ka me qenë njëta përgjigje sikur se ku marr për atinve që 10 vjet jam ty ke thirr. Apo se ato çati ngatë kanë. Andaj kur mrin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Taif vëllazër nuk filloi pa plan. Domethënë kur e ka nis, sikur se përmendëm, është përmendur në përsirës që ka net 10 ditë, parafësisht nuk ka qenë vetë qëndrim një ditë ose 2 ditë, 10 ditë, është munduar në çdo derë të Taifit me trokit, por në veçantë i ka synu pejgamberi alayhis salatu wasallam kokat e tyre. Fesnikët e tyre, që kanë qenë 3 prej tyre, që çdo njëri prej tyre ka qenë biri i Amr ibn Umeirit. Domethënë Abdu Yaleili, Mesudi dhe Habibi. Këto 3 djemt kanë qenë për kokave të domethënë të Thaqifit ose të banorëve të Taifit, dhe të gjënjani për tërë ka qenë evladi Amr ibn Umeirit. Dhe shkon pejgamberi alayhis salatu wasallam i thret këto që nëse e pranojnë këto do ta ketë pastaj lehtë për me pranuar të tjerë. Pikëtive çka lipi pejgamberi alayhis salatu wasallam? Do këto ishin njerëz që kishin me fjalë dhe me ndikim qytet. Çka vo lip? Ai lipi pasuri? Jo. Ai lipi doni pozitë? Jo. Ai lipi doni shembull ta bëjmë pris Taifit? Jo. Ai thiri ato vëllezër që dhe e kërkoi që ta mbështeten dhe ta pranojnë mesazhin e Islamit. Veç, do nuk e kishte galen e vet, po e kishte galen e Islamit. Andaj në përsirë është përmend se feda'ahum min Allah. I ka thirrë ato te Allah, ta adhurojnë ja dhe të vetëm, ta lanë, të largohen shirkut. Wa kallamahum bima ja'ahum lahu min nusratihi ala al-islam. Dhe i foli atyre që nëse pranojnë dhe adhurojnë Allah një dhe të vetëm, pastaj duhet edhe me ndihmu Islamin. Dhe pastaj wal qiyamu ma'ahu ala ma khalafu min qawmi, dhe pastaj ti dalin ndihmë që mos ta pengojnë davetin, domethënë ndihmë
që mos të pengohet daveti nga armiqtë e Islamit. Andaj nga kjo vëllezër që e ka thirr, kuptojmë nga këto tre fjalë, domethënë kuptojmë metodologjinë që ka përdorur pejgamberi alayhis salam në thirrje. E para, domethënë ka qenë thirrja në besim. E dyta ka qenë domethënë kërkimi një ambienti të sigurt, ku ka më thirrë ose ka më lëshu mesazhin e tij, dhe e treta ka qenë gatishmëria për ta mbrojtur davetin, domethënë nga përpjekjet e atyre që mundohen ta zhdukin këtë davet. Mirë po vëllezër, këto prisit mushikin let me thonë çdo thirrje që ka bëu pejgamberi alayhis salam, me thonë këshire. Do thonë ne nuk kena të përgatitur për këta, ose shembull nuk kena një fallë frikë nga Kurajshi ose Kurajshit janë më të fortë se ne, ose ne pak afat ta menojnë këtë si propozim. Jo. Do thonë ata refuzuan, po nuk u mjafton vetëm me thonë jo, se pranojnë. Po ato do të thonë kthien me tallje, me ndihmësi edhe me sulme ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre tha: "Huwa yamratu thiyab al-Ka'bati in kana Allahu arsalak." Thot ka më shkoç, thot mbulesën e Çabës nëse Allah ti të ka dërgu. Kuptimin që është e pa imagjinueshme, është e pa kuptueshme pse ti të ka dërgu. Ka dashur dikant tjetër, që e njohën anë që është më i madh Mekka, më jo ti. Tjetri ka thonë: "Ama wajada Allahu ahadan yursiluhu ghayra?" Ka thonë: "S'ka gjetë Allah dikant tjetër përveç teje?" Dhe i treti piktimve ka thonë: "Wallahi la ukallimuka abadan." Kisha dashur që ta sosh fjalë me dy kuptime. Ka thonë: "Pasha Allah nuk flas asnjëherë." I treti ka thonë: "Le in kunta rasula min Allah kama taqul, la anta a'zamu khataran min an arudda alayka al-kalam." Ka thonë: "Nëse ti me të vërtetë je i dërguar i Allahut që shpothu, atëherë ti je shumë më i madh se sa unë me ta kthej llafin. Wala in kunta takdhibu ala Allah ma yanbaghi li an ukallimak." Nëse je duke rrejt, duke bëj ftira Allahut, atëherë nuk takon që me të fol, nuk meriton me të fol. Do thonë, në pamje të parë duket se njeri po flet me logjik, apo? Do thonë, nëse ti je pejgamber, atëherë nuk të kundërshtoj. Po nëse je gënjeshtar, atë nuk merrna me ti. Apo? Mi po në vërtet vëllezër, kjo si fjali nuk kupton se ki po refuzon hakun. Dhe të njëjtën kohë, domethënë po refuzon çdo mënyrë për mos me dëgju hakun. Andaj shpesh njeri nuk është që e refuzon hakun sepse nuk e kupton atë. Po ndonjëherë edhe refuzon hakun për arsye se e kupton çka nën kupton ajo. Se haku nuk është thjesht vetëm me pranu me gjuhë. Edhe këta tutret pse se kanë pranu, se kanë kuptuar që se më tash nëse pranojnë atë që po thonë këtë fillon për neve si persona, po edhe për taifin përgjithësi fillon këtë një jetë tjetër. Sepse haku lip që ti mos me kanë mendje madh, haku lip që ti më i largu më haramit, haku lip që ti me lëshu penj ose me braktis ose me lan një vend që është i pamerituar për ti ose me zullum. Andaj nuk kuptojnë shumë gjëra, jo çdo herë dikush e refuzon hakun për arsye se nuk e pranon ose nuk e kupton atë. Andaj këtë rast edhe këto e ditën që nëse e pranojnë çka që po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk kuptoj që për to një jetë këtë të re, e këto nuk ishin përgatitur për ta, po Allah azza wa jalla nuk e kishte shkruajt udhëzimin ato kohë. E pas këtyre fjalëve vëllazër, pejgamberi alayhis salam nuk u përfshin në sharrje, domethënë nuk e kthej tallin me tallë që shebanin ato, po prap e kishte gojën e davetit. Andaj e thani fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju lipi atinve dhe tha: "Idha fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Nëse po e bani çka që po e bani, që e keni mësuar me bë, atëherë më shefni çështën time. Po unë po kuptoj që s'po doni me pranu. Apo më shefni mos e bani të madhe. Mos e bani të madhe pse? Se kanë më marrë vesh Kurajshët tash, dhe kanë u bën pastaj kanë u bën edhe më të ashur, edhe më të guximshëm. Pse? Se thotë çash në jo vetëm në Mekë, po çash edhe Taifi pas ka refuzuar. Pas ka refuzuar edhe Taifi që më është njëherë që s'meriton kërkosh me pranu dhe ishin ashpërsuar edhe më shumë në vëllon sulmet e tëra, më prapë edhe në këto momente pejgamberi alayhis salam po menon me qetësi, vëllazën, me pjekuri, nuk shih tash në panik çka më bën, po thotë vetëm shef në çështën, ama ato nuk e pranuan. Domethënë përveç se nuk e pranuan si mesazh, nuk e pranuan edhe si kërkesë. Do thonë nuk e pranuan si kërkesë, ato nuk e fsheh, ha. Përkundrazi domethënë nxitën njerëzit që ishin pa sherr, mendje lehtë, fëmijët, këtë çka kishin domethënë turmën, e nxitën që ta sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ata filluan me ta shohin, ta portasin, ta sulmojnë, ta gjujnë me gur, dhe ta ndjekin nëpër qytet, derisa dale prej qytetit, prej Taifit. Bile është transmetuar një pamje jashtëzakonisht e rëndë vëllazërsire, ku thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë bërë dy rreshta ato. Domethënë, edhe kanë filluar ta gjujnë me gur pejgamberin alayhis salam,
Përderisa e gjujshin me gur të mendje letit ose fëmijët, ato tjerë të keshin, talleshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kamtë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam bëna me gjak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi dhimbjes, domethënë zdrohej, edhe pi goditjeve zdrohej. Ato tash nuk e lenin çashtu, po shkojshin me zorë, mishin e çojshin kam që të vazhdojnë prapë me gjujt, duke qenë kam derisa ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për veneve kush banu, edhe pse gjatë kësaj ecje, domethënë Zeid ibn Harith radhiyallahu anhu është mundu me pengu, domethënë mos i merrin disa gurrëzi edhe disa goditje pejgamberit alayhi salatu wasalam, po edhe ai s'ka mujt kec por arsye se ka qenë numri i madh, sepse ne tham Taifi ka qenë vend shumë i banu, po njëjtën kohë domethënë ka qenë si urdhën për njerëz të mëdhoj, që një pjesë e madhe aty domethënë nuk është që kanë kundërshtuar, ndërsa kanë dalë prej Taifit. E kjo tregon vëllezër çmimin që ka paguajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Islamin me ardhur deri te ne. Jemi duke fol për njërin që e ka dashur Allahu azza wa jalla më shumë, i cili domethënë nuk kishte ardhur për mali pasurinë aty. Nuk kishte ardhur me lip doni shtëpi aty ose doni tokë aty. Kishte ardhur njerëzit me vetëm i thirrën hak. Kishte ardhur njerëzit me shpëtuar nga xhehenemi, kishte ardhur njerëzit me kallzu xhenetin ose rrugën e xhenetit mi pa ata nuk e pranuan edhe gjojtën me gurë, ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk u nal. Dhe është interesant vëllezër këtu ja vlen përmend që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithaj i refuzim i Mekës, domethënë 10 vjeçar, pastaj edhe kjo në Taif që ka qenë shumë e rëndë. Ama nuk është nal. Ana çash nëse thirrna dhikana, domethënë një herë i ban davet, zven domethënë se as ka një hajër në ta. E ban e nisni projekt në Islamit të hajrit. Nuk shkon sipas asaj që ke priti, prishmërisë tonë më ne thua, se njerëzit nuk e dojnë hajrin, nuk e dojnë davetin. Pak me shoh dikush me fol keq, me kritiku, më në renale, domethënë. Pejgamberi alayhis salatu wasallam nuk ka nal paske këtë vesulme, sepse Allah i kishte bërë tërbije. Domethënë Allah azza wa jalla thotë wala qad kudzibat rusulun min qablik. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Thotë Allah azza wa jalla pejgamberit alayhis salatu wasallam thotë janë përgënshtuar pejgamber para teje. Janë përgënshtuar pejgamber para teje. Ama ato kam duru edhe pse janë përgënshtuar. Derisa i ka ardhur fitore Allah. Sikur se i tregu pejgamberit alayhis salam se edhe ti ka menduar çka që i ka ndodhur atij. Nëse dush me bë sabër, sikur se kanë bë sabër ata. Andaj vëllazër, rruga e pejgamberit nuk ka qenë rrugë që s'ka pas refuzime. Ka pas refuzime, ama ato nuk janë nal. Edhe kjo është dallimi i madh mes neve dhe atij. Shumë vite më vonë vëllazër, Aisha radhiyallahu anha vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "Hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Thotë ja Rasulullah, ka ardhur një ditë që ka qenë më e vështirë se dita e Uhudit. Dita e Uhudit vëllazër ka qenë një ditë shumë e vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ta përmendim inshallah kur të vjen koha. Thonë ka qenë ditë që është plagos fytyra pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka qenë ditë kur gjakos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë ditë kur fytyra ose dhambi i pejgamberit alayhi salatu wasallam i ka dalë, i ka ra. Ka qenë ditë kur ajo helmeta, hekri helmetës ka hinë në faqe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë ditë alo më e vështirë se kjo ka qenë ditë ku janë vrarë disa prej sahabëve. Apo megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Thotë kam hek shumë pi popullit tan. I thotë Aisha radhiyallahu anha. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Thotë më e vështira që kam hek është ka qenë refuzimi në Taif. Do të thonë refuzimi në Taif ka qenë më e vështirë se sa edhe Uhudi. Do të thonë vëllazër, kështu tash kur e keni ditë vështirë dhe pastaj vjen një ditë tjetër bëjë e vështirë, fillon me harua të parën, do të duket kjo e dyta zakonisht më e rëndë. Por pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk i ka harua, por këtë inshallah të flasim edhe më gjatë në ligjëratën tjetër inshallah se sa e vështirë ka qenë kjo pastaj ose çish e ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash veç krahasimi me Uhudin, tash Uhudi vëllazër ka shumë e rëndë, ama refuzimi i Taifit alo më i rëndë. Por arsye se Uhudi vëllazër ka qenë ditë në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumicën e plagëve që i ka pas plagë trupit. A këtu në Taif ka qenë plagë e shpirtit. Shtoja kësaj se në Uhud po është plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është gjakos, domethënë janë vrarë disa shok, ama ka pas shumë pasues. Në Taif nuk ka kërkan. Domethënë ka Zeidin edhe ka Don Mekë, domethënë që edhe ato janë shumë të pafuqishëm. Andaj ka qenë edhe ditë shumë e vështirë. Vëllazër, për fund e panë që pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte menuar mirë Taifin si derë ose si hap të radhës. E pamë se pejgamberi alayhi salatu wasalam Taif shkoi dhe i synoi kokat e Taifit, njerëzit që kishin ndikim për t'i thirrë ato.
Me këtë thirrje që e bonin Taif nuk ishte që shënoi që pejgamberi alayhis salatu wasallam rahatin e vet, po thjesht me përshu ose me përcjell mesazhin islam, ama prap edhe në Taif u përballu pejgamberi alayhis salatu wasallam me tallë dhe për gënjeshtrim me mendimasi, e dobun edhe për zonën me gur, e largun të plagost, po dhe i lot edhe i plagështuar pejgamberi alayhis salatu wasallam, nuk e hupi besimin, nuk e hupi misionin, nuk e hupi shpresën në Allahun subhanahu wa taala. Ndaj çdo herë besimtari vëllazër, kur i mbyllet një derë, mos menoj se të gjitha derët janë mbyll, sepse nëse nuk është mshel dera e Allahut, atëherë nuk ka derë që ti duhet, përderisa derën me Allahun azza wa jalla ki të hapur. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na falë, të na mëshiron, dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet na takon. Allahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.